Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah në zhvele falendrojmë. Salavatet dhe selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam ja dërgojmë. Vazhdojmë me këshillën e sotit e cila thotë besimtari duhet të kujdeset për vetminë e tij. Kujdes me vetminë tënde. Allahu xhalla shanuhu e ka konsideruar një prej niveleve më të larta të besimtarit, të imanit të tij, të dashnisë për Zotin, të frikë respektit për ta, që besimtari me rregullu vetminë e tij. Pra me bë në vetmi më i mirë se sa në publik. Është një rregull i cili thotë ti në realitet nuk je ashtu si dukesh para tjerëve. Ti në realitet je ashtu si je në vetmi. Qysh je në vetmi mes teje dhe Zotit, qa je reali. Qysh shitesh para të tjerëve, burri mirë, ajo pjesë e aktrimit është. Dhe ma në bash artist, të usjell mirë para të tjerëve, Allah më së boft të tillë. Është pjesë e munafiklukut. Kur njeriu, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend, ka thonë, kur janë në vetmi, inteheku maharim Allah, i te i kalojnë kufit e Zotit. Astaghfirullah, hynë për harame. Prandaj ulemat kanë thonë, sikur mëkatet kishin pas erë, s'kishmi me mujt me nejt afër njëri tjetrit. Pse? Mëkatet janë gjëra të mshefta që e bën dikush, edhe si ta kryej çat mëkat, nuk e merr vesh kërkush. Ama çaj mëkati, sikur të kish pas erë, edhe pse e ka kryer mëkatin, kish me ilon gjurmë erë të keqe, por Allahu ka dashur me rahmetin e vet që për çka më dhon shans njerëzve me u pendu. Por më të këqit e kësaj kategorie janë ata të cilët kur i thejnë, i te i kalojnë kufit e Zotit, edhe nuk i sheh kërkush, e nuk i merr vesh kërkush, ata mashtrohen me këtë realitet. Ata mendojnë se janë t'u ja dal paç. A nuk janë t'u e ditë se Allahu është t'u ja mbulu me rahmetin e vet. T'u ja mbulu me rahmetin e vet, me qëllim që më u dhon shans për pendim. Prandaj të dashur vëllezër, po jaloni këshill, aman, për izat Zotit. Astaghfirullah, Allah na rujt mos me bë gabime në fshehtësi në vetmi, sidomos mëkatet mëdha. Kur mos mashtrohet dikush, mos i vjen shejtani mi thon, "A pse sa leta? Pse e bën që ka të madhe? Çura kaloj, s'mor vesh kërkush." Nuk është lehtë. Allahu është ta mshef. Për spari, për s'dyti, për s'treti, ta mshef Zoti. Sa? Derisa praktikisht Allahu xhalleshanuhu të bindet se Zoti e di, ty ta di Zotin jetën, pa ai dën ty me dhon argumente, ty me ta mush menën ty në ditë kiametit. Derisa Zoti të mbledh argumente për ty se tashmë nuk e meriton me ta mshef. Tash ku ta qes në shesh, kur të bëj hor para dynjas, mos më dhon o Zot çka mbane. Ta dha shansën një herë, 2, 3. Pse nuk morë mësim me unal sa s'të kumbohor? Sa s'të kumbohor. Prandaj, në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, kur kanë kryetari muslimanëve njëri ka vjedh. Edhe e kanë zënë. Ka ardhur Omeri, ka thonë, "Ja Amirul Mu'minin, ma fal, se gabova, ishte hera parë." Ka thonë Omeri, "Jo, vallahi, s'është hera parë." Shpesa është hera parë, vallahi the jo. Thonë, "Jo që e di, po kërkuj Zotin me të parën si jam marr ftyrën. Allah ja mundson me të parën, më jam shef. Mos po pendohet." Prandaj daljen nga situatat e haramit në vetmi, mos të mashtrojnë me thonë se s'pas ka gajle. A keni pa sa njerëz Allahu xhaleshanu i ka bëhur bashku se ka marrë menja atyne.
ja ka qitë për ledine, haramat, Allah i na rujt. Pse? Jo, ata kanë pas një të kalumet keqe. Një të kalumet keqe, po Zoti ja kam shef një herë, 2 e 3, tuk se ju ka qitë në shesh, ata kanë mush çdo kup, e kanë mush kupën, e kanë kalu çdo kufi. Çka me bo? Nëse gaban njeriu, me njerë me e ndez ndjesinë e turpit për Allahit. Ti dush me jetu me atë bindjen që kanë pyet Gjibrili a.s. e ka pyet Muhammedin sallallahu a.s. çka është ihsani, bamirësia. Ka thonë me adhuru Allahun sikur po e sheh. Për shkak se edhe pse ti nuk e sheh, ai ty të sheh. Me tu ma të ndjenjen se Zoti të sheh. Zoti është afër teje. Zoti jo me ty. Zoti s'munësh me ik. Prandaj ka qenë interesant në kohën e moqme të dietarëve dhe të ummetit, kur ka ummeti i khairit. Elhamdulillah dhe sot është i khairit, por atër ka pas njerëz më devotshëm se sa na. Ata kanë pas interesant, subhanallah, veprat e mira i kanë mshef. Qysh ne i mshefin veprat e këqija? E ke pa? Ka njeri i cili, Allah mos na bëf për tyne. Bën gjunahe, edhe çka bën? Munohet me mshef gjunahet. Në kohën e moqme, besimtarët e devotshëm kanë bën veprat mira dhe veprat e mira qysh na munohemi me mshef gjunahet, ata i kanë mshef veprat e mira. Pse? Mu bën sa më me sinqeritet për i Zot Zotit. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend që besimtari jep sadaka me dorën e djathtë, çaq më sheftas sa mos më pa dora majt. Sheftas. Pa një dietar Ibn Jauziu rahmetullahi alayhi ka thonë për gjërat më të mira që kam lexu, ai ka thonë çështo. Për gjërat më të mira që kam lexu, thot kujdes nga harami, i cili, pa marrë parasysh në vetmim publik, i cili të duket i lezetshëm, por ai e ka një kohë, rakia, droga, alkooli, zinaja. Në momentin që kryet ai haram, përfundon edhe lezeti. Kush mbetet? Mëkati deri në kiamet, të shoqëron gjunahi deri në kiamet, çush e bona, pse e bona? Pastaj në fund, tani jetën e ban stres në fund, apet dënohesh, Allah i na rujt. Thot edhe kundërta, ibadeti, adhurimi, sot kena arë me falë taravin. Lodhja djeshit, a unë të munu sot, taravin që ke falë dje? Jo, a ka shku lodhja djeshit, ka shku. Kush ka met? Sevapi djeshit. Ndjesia e kënaqësisë së sevapit të përcjell deri në vdekje. Plus vjen shpërblimi ditës së gjykimit. Prandaj, kënaqësia në haram e qastit, mos t'ju mashtroj, se pas ti, kur të përfundon, mbetet turpi, mbetet marrja, mbetet ndjesia e keqe që të ka plan mbrana vetës. Deri në vdekje, pse e bona, çish e bona, çish rash këtë gabim, çish më morën mend, stakfirullah, pse e bona këta? Sekondashtu me bo. Të një kjo deri në varr. Plus në ditë kiametit ki mu dënu për ta. Prandaj lezeti i haramit shkon, mbetet përgjithësia e haramit, dënimi i haramit. Dhe lodhja e ibadetit shkon, mbetet kënaqësia e ibadetit dhe në fund shpërblimi i ibadetit. Prandaj kur nuk bën mja marr lakmi dikuj i cili rrin sot në shtëpi, nuk vjen me falë yatsin edhe taravin, qyr di loj futbollit ose një kafe pen aty 2 orë, 1 orë e gjys, ti ka ardh, a unë po lodhem, në fund ty ka me të met shpërblimi. Edhe ti ka mi shkoja kafja, ka me harru. Edhe ti ki me harru lodhen e taravis. Prandaj të bëmi për atyre që në vetmin tonë nuk bëjmë veprat këqija. E kem gjithmonë parasysh se Zoti është afër nesh. Na sheh dhe na dëgjon, edhe kujdeset për çdo gjë, këtu shkruajnë. Edhe mos më konë me laçet, Zoti është. Allah na rregulloft vetmin ton ashtu edhe më mirë biles se sa anën e jashtme.